Rikthehemi sërish së bashku në pjesën e tretë të programit. Viktor Orban nuk është më kreu i Hungarisë, tashmë zgjedhjet u fituan nga Peter Maxhar, i cili deri 2 vite më parë pikërisht aderonte në partinë e Orban. Kjo është parë me interes dhe është lidhur edhe me Shqipërinë tonë. Dhe pyetja që ngrihet është ku ndryshon Shqipëria. Me mua në studio është zoti Kristaj Shkume, ish kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Mirë se vini. Kënaqësi të jemi së bashku. Ermal Astimja, politolog, mirë se vini. Kënaqësi të jemi së bashku. Alfred Muharremi Kika, antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës për Partinë Socialiste, po dhe antar i Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste gjithashtu. Mirë se vini. Dhe zoti Kulluri, i cili ishte edhe në pjesën e dytë të programit. Kështu që kënaqësi të jemi së bashku në këtë emision. Profesor, po e nis me ju për të kuptuar procesin zgjedhor. Si ndryshon ai Hungarisë me këtë të Shqipërisë? Po të referohemi sistemit zgjedhor, ndryshimi është jo i vogël, është i madh. Në Hungari zbatohet një proces, një sistem zgjedhor i cili ka 2 komponente, një pjesë majoritare, janë 103 zona majoritare, ku garohet dhe vetëm me një raund, pra fiton ai që merr më shumë vota, ai merr mandatin, janë dhe 69 vende të tjera të cilat i ndajnë partit sipas votave që ato marrin nga votuesit. Dhe për partit ka pragun 5%, kurse në qoftë se janë koalicione pastaja, po që në 2 ka një prag pak më të lartë, po që në 3 pragu është akoma më i lartë. Ndarja e vendeve nuk realizohet vetëm si rezultati asaj që ka ndodhur në këto 2 komponente të sistemit zgjedhor, por edhe me një rregullim që ata bëjnë, kanë parashikuar në ligjin zgjedhor të tyre, nëpërmjet të cilit përdoren vota të kandidatëve të cilët nuk arrin të marrin dot në majoritar. Mandat të cilat i kalojnë partisë përkatëse që e ka kandiduar. Ndërkohë që siç dihet, tek ne kemi sistem proporcional rajonal, me këtë që kemi të fiksuar sot në kodin zgjedhor të ndarë 12 njësi zgjedhore, dhe ku ndarja pastaj e mandateve midis fituesve në çdo njësi zgjedhore realizohet sipas asaj formulës të hondë, pra atyre pjesëtimet me 1, 2, 3. Jo më kot ju pyeta ku ndryshojnë, sepse doja të dija sipas mendimit tuaj. Ky sistem që kishte Hungaria, ndikoi në këtë rezultat apo jo? Ne e kemi aplikuar në Shqipëri. Jo tamam kështu. Po i modifikuar. Jo tamam kështu. E kemi më afër këtij sistemi është sistemi në bazë të cilit janë zhvilluar zgjedhjet e 97-s. Në zgjedhjet e 97-s ishin 105 zona majoritare dhe 40 vota proporcionale që merreshin nga vota për partit, votoi me 2 vota, siç votohet në Hungari me 2 vota. Ndryshimi midis sistemit që ka Hungaria sot dhe sistemi që kemi zbatuar në 97 qëndron në faktin se hungarezët me votat kombëtare që marrin, ato llogaritën pastaj për të ndarë mandatet në 63 mandate që parashikon lista proporcionale kombëtare, kurse ne bënim që në fillim një ndarje, pra një pjesë të 40 mandate jo jepin 2 partive të mëdha, dhe pjesa që mbetet pastaj ndahet midis partive të tjera që merren 2.5%. Kishte parë balancë në partitë e vogla. Nëse më në Aleanca Demokratike PSD e PBD-n, partitë që në parlament për kësaj formule. Zoti Astimja, mendoni se situata ndryshoi në Hungari për shkak të këtij lloj sistemi që ka apo për shkak të emrave që unë citova? Jo, sistemi... Edhe platformave respektive të dyve, viteve të gjata në kryet të qeverisë së Hungarisë, të Orban e tjera me radhë. Jo, nuk ishte çështja e sistemit, madje sistemin Orbani është përpjekur ta dizajnojë ashtu siç i kanë interesuar atij. Se sistemi nuk janë thjesht llogaritje, do zgjedhësh Hond ose Cent League ose majoritar me proporcionale të tjera, ka element tjerë si gerrymandering për shembull që e ka aplikuar në fakt edhe Orbani atje, do më është përpjekur që votuesit e opozitës të vendosin zona sa më të mëdha, dhe aty ku e dinte që kishte shumicë të vetën, i ka vendosur në zona më të vogla. Nuk ka prodhuar me numër më të vogël zgjedhësish, më tepër deputet. Një përpjekje e tij për gerrymandering është aplikuar pas here edhe në Shqipëri. Se s'kemi një term në fakt në Shqipëri, me sa di unë të paktën, se ndoshta profesori mund të më korrigjoj, po në Shqipëri s'kemi një term të saktë për këtë gerrymandering. Fenomeni salamandra. Po, është një lloj ridizajnimi, domethënë.
në mënyrë të tillë që përfitosh sa më shumë. Shkurt muhabeti ti po të përdorësh këtë lloj marifeti, një parti që ka 60% mund ta nxjerrësh dhe minoritare në humbje, nëse ti ke 40% po organizon siç duhet ato. Domethënë Orbani është përpjekur që ta shfrytëzojë sistemin elektoral ashtu siç i ka interesuar. Por nuk ja doli. Nuk ja doli sepse kishte një frym të madhe kundërshtuese në Hungari që lidhet me disa elemente. Mund t'i marrim një nga një pastaj, po në radhë të parë besoj që është ajo natyrisht ajo çështja e antikorrupsionit, meqense edhe Magyari e ka theksuar dhe vetëm atë u bë dhe i famshëm fakt, duke u shkëputur nga qeveria, duke denoncuar një skandal korruptiv. Dhe nga partia. Nga partia vetë, sepse vjen edhe ai është produkti i vetë deri partisë 2 vite më Orbani. parë ishte pjesë e partisë Orban, po. Po, dhe pastaj ka diçka tjetër që përmendet më rrallë, por kjo lloj afërsie që krijoi, klime kështu romance pothuajse që krijoi Orbani, romanca është egzageruar, kuptohet, po me Putinin, me Rusin, natyrisht është problematike për shumicën e hungaresëve. Hungarezët nuk janë si serbët, janë ndryshe, nuk janë as slav, se janë as indo-europian në fakt, por megjithatë janë thellësisht pro-europian. Dhe nuk kanë dilema të bashkëpunimit në fakt me Rusin, përkundrazi Rusin e kanë parë gjithmonë si rrezik dhe kërcënim. Dhe jo rastësisht edhe Magyari ka deklaruar që vizitën e tij të parë do ta bëjnë në Poloni, sepse pikërisht Polonia ka qenë gjithmonë një alap që nga kohrat e Skënderbeut po doni mjesjet kur luftonin fillimisht me Perandorinë Osmane dhe pastaj më vonë edhe kundër rusëve. Do më ka qenë është një popull që e ka trënjosur në historinë e vet këtë elementin e perceptimin e Rusisë si rrezik dhe nga ana tjetër e konsideron edhe veten si pjesë të Europës. Janë dy element që në Shqipëri, ky elementi pro-europian patjetër, por në Shqipëri ke të gjithë pro-europian, këtu s'ka një lloj dallimi, nuk e kemi atë lloj rreziku dhe problemi. Po, dhe elementi dytë? Por elementi dytë pastaj është çështja e korrupsionit. Kjo çështja e korrupsionit është ndryshe, është komplet ndryshe në një vend si Hungaria dhe Shqipëria. Do të thënë, në Shqipëri korrupsioni është problem mbi të gjitha kur e bën tjetri. Ke një opozit morale në Shqipëri që ndoshta është e dozhduar, pak e demoralizuar, pra gjitha njerëz që mendojnë që të vjedhësh është keq, pik, shkurt, qartë dhe pastër, por ke edhe një kategori tjetër njerëzish pastaj për cilët jo domosdoshmërisht korrupsioni është problem, sepse ka gjithandej etj. Ka një lloj fatalizmi këtu. Hungarezët nuk e kanë shumë më të, le të themi, të zhvilluar të kulturë politike antikorrupsion. Edhe është një vend që ka një lloj tradite demokratike. Demokracinë për herë të parë tamam të pastër e kemi provu, le të themi, mbas rënies komunizmit. Në kohën e Zogut kishte një lloj demokracie, por prapë ishte një regjim relativisht autoritar. Nuk është autoritar si në kuptimin e sotëm, por prapë demokraci të pastër, kurse ata kanë provu demokracinë e pastër që në viteve 40 para luftës 2 botërore. Pra kishte disa element që bëjnë atë. Zoti Kulluri, ku ndryshon Shqipëria? Shqipëria ndryshon në shumë gjëra. Besoj që spari, pavarësisht se çfarë sistemi elektoral mund të kesh në fuqi, unë besoj që vullneti politik është shumë më përcaktuar se sa formula elektorale. Mbaj më në vitin 2005, kur PD-ja i kërkonte Fatos Nas të ndryshonin ligjin elektoral për shkak të fenomenit të dushkut, dhe ne që ishim pjesë e stafit Berishës, kur Nano nuk pranoi, gëzuam, sepse duhet qenë se ne ishim në avantazh votat e shfrytzuam ne dushkun për fituar me shumë mandate. Pra, dushku që shfrytëzoi Nano në 2001 u kthye në bumerang në 2005. Edhe u asnjësua edhe dushku doli dushku në dushku. Rastin Çuveli. Domethënë, formula dushkut në 2001 në avantazhoi PS-n se kishte më shumë vota. Vota strategjike, kurse në 2005 na favorizoi ne sepse PD-ja kaloi sondazhe PS-n me 4.5-4.6%. Kështu që nuk ka të bëj shumë, unë kam përshtypjen që opozita atje ka qenë dobët derisa doli në pa një faktor i ri që ishte ky zotëria që fitoi, që doli dhe nga brenda radhëve të partisë tij. Ne dim shumë mirë që denoncuesit më të mirë të një partie që nuk funksionon, po i qeverisë që nuk funksionon nuk është opozita, sepse e ka për detyrë, edhe kur nuk ka korrupsion ta shpik korrupsionin, se është oponent, por kur flasin zërat nga brenda, janë ata që të bëjnë dëmin më të madh brenda asaj që ti drejton si magjorans. Dhe unë mendoj që nga eksperienca e gjatë që kemi,
Partia Socialiste në vitin 2003 dëmtoi shumë Çarja me Ilir Metën, me grupin e Metës, PD-n largimi LSI-s, debatet e mëvonshme mas 2013 brenda PD-s e kanë dobësuar atë, siç e dobësuan që nga 92-shin vijim që me aleancën, pastaj Gens Rullin dhe gjithë vitit dolën brenda, sepse në vendet tona, me një kulturë jo të qartë demokratike, ku nuk funksionon sistemi si në Angli, apo Amerika, apo Gjermania, apo Itali, është shumë e rëndësishme që gjithmonë qeverit përgjithsisht bien sa nga jashtë edhe nga brenda. Pra, siç krijohet një model i besueshëm, siç është ky rast, dhe siç ka ndodhur gjithmonë me rotacionin në Shqipëri, po aq ka pasur dobësi të brendshme që janë shfrytzuar. Do të korrektoja vetëm diçka Ermalin, narrativa e Rusisë nuk është kaq e thjeshtë, nuk është tamam kështu. Unë mendoj që ka më shumë një problem pikpamje se sa problem interesash midis Orbanit dhe Rusisë. Orbani përgjithsisht është sulmuar nga rrethet liberale politike, jo vetëm për shkak të Rusisë, edhe për shkaqe të tjera, siç është një agenda që i ka pasur për çështjet e etikës politike, pra të familjes, të emigracionit palishëm që ai është bërë pengesë, dhe pastaj kjo është shehur me luftën kundër Rusisë nga ato elita liberale që bëjnë tregtim me Kinën gjithë ditën. Kush është më gjari shqiptar nga radhët e politikanëve? Po? Kush është më gjari shqiptar nga radhët e politikanëve? Po t'ishte, shiko, në qoftë se... Kush? Edi Rama. Jo, po më pyet mua. Zotëria po thotë që Rama mund të zëjë Ramën. Zoti mund të vrasi vetëm në shpëtojmë gjithë. Dhe bëj një parantez, po them kush është Maxhari Edi Rama. Në 2013 Edi Rama ka treguar që është Maxhari. Qartë, jo po tani, jo atëherë. Si ishte edhe Gjon Kasero Edhe tani. para 5 vjetësh, por Derisa ruan edhe tani. mi lutem, se s'kemi janë miting, dhe pa rrulla, rro partia, unë jam analist, që nuk kam të problem. Unë mendoj që spari opozita duhet ngrihet në nivelin që t'jepet një ndihmë e fundit nga një magjar. Taljani? Opozita duhet ngrihet tash, nuk thash kush duhet ngrihet si person. Po pra, të ngrihet opozita. Pastaj të diskutojmë me Bruno Saljani, Berisha të dy bashkë, shtojmë në Ermalin, po deshet me që përfshim bashkim. Ermali ka detyrë tjetër. Bashkoj opozitën. Dhe po pra pikërisht pra faktorët që mund ta nisë opozitën janë shumë, është emision besoj do zgjasë 7 tetor, po ta nisim tani. Dhe besoj që edhe brenda Partisë Socialiste sot ka më shumë ingredient brenda PS-s për gjetur një magjar, se sa ka një opozitë që të bashkohet me magjarin dhe të krijojë të masën. Kush është brenda PS-s dhe kush është brenda PD-s? Unë mendoj që brenda PD-s sot Saljani po bën një lëvizje për të kundërshtuar modelin që po drejton PD-n. Dhe brenda PS-s? Sa brenda PS-s janë dy figura qartësisht tashmë, jo qartësisht, të cilat nuk po e bëjnë, sipas pikpamjes time, nuk po hedhin hapin e madh të një qëndrimi të qartë, të artikuluar politikisht, që kemi bërë në tjerë brenda PD-s, që janë Zoti Braçe dhe Spiro Pali. Nëse Zoti Braçe heq dorë nga kritika ndaj drejtorëve, po do merret me thelbin e qeverisjes, dhe Spiro Pali, për mua, që ka një artikulim edhe ajo, jo të parëndësishëm, arrin që të artikuloj politikisht thelbin e krizës, jo krizës së madhe të Partisë Socialiste. Krizës rënuese të Partisë Socialiste, unë besoj që këtu mund të krijojnë ingredientet që të kemi një reshuffle të raporteve majorancë opozitë që është tejkaluar çdo limit i pandyshueshmërisë raporteve. Zoti Kika, pra, Spiro Pali Braçe brenda familjes tuaj, le të themi mund të konsiderohen si magjarët, po familjes politike gjithmonë. Familja politike. Sigur, ai babai tan kalamajt dhe kalojnë patriarkalizëm. Po kjo nuk kuptohet. Jo, kështu. Magjarët e mundshëm shqiptar brenda familjes tuaj politike, zoti Kulluri tha janë Braçe dhe Spiro Pali. Ja, unë me zotin Kulluri kam vetëm një replik ku thot rënuese Partia Socialiste, t'i kujtoj 11 maj, se tha rënuese si forcë politike, po. T'i kujtoj 11 maj që u vetë besuar me 83 mandate, por gjithsesi kjo është për Kullurin që nuk do ta dëgjojë, ta besoj, e kemi parë. Gjithsesi, ajo që duhet të them në lidhje 83 mandate thot. Ajo që duhet, po mirë, një sekond lutem. As kam frikë. Nuk të, me që Jo se keni gjithë të të dhe shukojnë verë që 98, nuk i etiketova, kështu që tashi, nga që the Partia Socialiste rënuese, atë e vlerësojmë, e vlerësojmë, gjithsesi, ngjelet opinion. Ajo që duhet t'ju them, zonja Buko, ka një kaos shumë të rëndësishme që sot po flasim në Hungari, pra ka fituar Petri. Ka fituar me kartën luftës kundër korrupsionit dhe krijimin e raporteve më të mira me Bashkimin Evropian. Pra janë dy lloj kauzash që janë shumë të rëndësishme, sepse edhe në dijenin tim Amnesty International nga shtetet evropiane, Belgjikën dhe Hungarinë e vendos në shtetet që kanë një nivel korrupsioni shumë të lartë, edhe pra më shumë të
pacënushëm në këtë rast, dhe në 2013 qeveria socialiste ka fituar, në 2013 qeveria socialiste është votë besuar me përmtimi numër 1 të qeverisë Rama, reforma në drejtësi, luftën ndaj korrupsionit. Dhe sot ne kemi, pra ndyreve të drejtësisë, një luftë frontale me një sistem tërësisht të hequr nga kalbëzimi i prokurorëve, gjyqtarë të korruptuar të këtij vendi, dhe një sistem që për mendimin tim do thoni që është i standardizuar 100%, jo, sepse janë ende është ende në punë e sipër për luftën frontale të këtij korrupsioni, po pa ndikim politik. Pra sot ne nuk kemi, është një parti në pushtet, është një parti që qeveris vendin dhe është besuar të qeveriset për mandatin e 4, që nuk kanë ndikim në këtë sistem drejtësie, dhe ky sistem drejtësie të luftoj çdo anë dhe çdo individ apo subjekt të lidhur me pushtet politik apo pushtet ekonomik. A janë Braça dhe Spiropali magjarët e Partisë Socialiste? Një sekond që ta përfundoj. Dhe çfarë do të them? Dhe kur bëra ndërhyrje në fillim që thash Magjarri i Shqipërisë ka qenë zoti Rama, në 2013 dhe sot ne kemi ende komentojmë në çdo studio televizive luftën frontale që bëhet korrupsioni dhe në radhët e vetë Partisë Socialiste. Pra, kjo është një gjë e pandashme dhe rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, që është po një vizion i qeverisë Rama në mandatin e 4, për të fituar, për të marrë qeveri, për të marrë çdo shqiptar pasaportën evropiane, sipas të gjithë reformave që po shënojnë këtë proces, dhe ka një raport edhe nga Komisioni Evropian, një raport pozitiv në lidhje me progresin që ka bërë Shqipëria në shumë reforma, po kryesisht në reformën drejtësi, kjo është një gjë e rëndësishme. Ka magjarë në Partinë Socialiste, varet si ju etiketoni, apo varet si etiketohet po flasim në këto banaqe televizive. Po ja ma thoni ju, si është komentuar Partinë Socialiste për shembull ky zhvillim në Hungarisë, nuk është... Një sekond, pra, nuk besoj që ka qenë i pakomentueshëm, se Orban kishte 16 vite në pushtet. Eksakt, për Partinë Socialiste, për çdo antar, duke filluar nga antari me thjeshtë dhe deri te kryeministri i vendit, boshti kryesor, Magjarri, vizioni, udhëheqësja, ajo që neve na bën të punojmë çdo ditë për ta bërë këtë Shqipëri shtet, që nuk ka qenë herë shtet, është vetëm shërbimi ndaj qytetarit. Po, kulluri. Tash unë kam vetëm një pyetje thjesht për zotin. I beson vërtet ato që thua apo i ke kështu kod për gallatur? Po mos i besoj, se isha pjesë e Partisë Socialiste. Beson domethënë, që kemi mirë domethënë. Kjo ishte pyetja. Besoj se kemi të diskutojmë. Po, zoti Kulli kishte një ndërhyrje? Jo, në vijim të bisedës zonë. Ju po kërkoni, dhe jo vetëm ju, po pothuajse në gjitha banaqet televizive, po kërkohen të gjenden edhe të teksohet. Magjarët e politikës tonë, jo magjarët, jo, të gjërit të ngjashmet midis Shqipërisë dhe Hungarisë. Kërkoni të gjërin një gjë që nuk ekziston për mua. Por ne pikë takimi me hungarezët kemi patur vetëm në shekullin e 15. Vetëm kur Unjadi u bë bashkë me Skënderbeun kundër turqëve. Vetëm atëherë. Pastaja, se si ka ecur... Të lutem, e kemi Skënderbeun sot. Po të vazhdojmë fjalimin e zotërisë, se ka thënë Spiropali. Pra, duhet i vëmë emrin Hunjati Magjarri. Spiropali 1. Njëshi, po, me qovë 1.0, 2.0, po e vërtetë. Po në falë. Rrugët në cilën kanë ecur shqiptarët dhe hungarezët, që në gjenezën e tyre kanë të përbashkët dhe një gjë tjetër për mua. Faktin që janë shumë të veçantë nga gjithë të tjerët, ne jemi unik, dhe hungarezët janë unik, gjua shqipe është unike, gjua hungareze po ashtu. Janë ndarë, goxhan ndjeshëm nga njëri tjetëri. Tek ne, si rezultati asaj që ka bëri perandoria Osmane, u shua, ose u zvoglua deri në pandjeshmëri ndjenja e revoltës, tek ata ka ndodhur kundër ta. Populli hungarez që në 848-ën është ngritur kundër perandorisë austro-hungareze për të shkëputur. Populli hungarez ishte ai që në 65-ën i bëri atë çka nuk e priste kur Bashkimi Sovjetik i asaj kohe t'i bëj. Ne që kemi bërë? Si një gjë të tillë. Kemi bërë dhe një gjë, edhe kështu pa gjë fare si. Nga lidha Prizreni, për mua. Nuk është ta marrë. Ato janë lëvizje të cilat flasin shumë pak. Ato lëvizje që flasin shumë pak për atë që ne
përpiqemi të gjejmë të përbashkëtat dhe themi kjo që ndodhet në Hungari tash do ndodhet edhe këtu në Shqipëri sepse ishte kështu dhe ishte ashtu. Ka të përbashkëta, por nuk Jo, funksionon. përbashkëta është vetëm një, që atje ju hoq mandatit për të vazhduar mandatin dikush që ushtor për 4 mandate rjesht. Këtu vazhdojmë të kemi njëri i cili shumë shpejt do provohet, po prapë në zgjedhjet, për mua që në zgjedhjet që vinë të 2027-ës, do t'jetë dhe ajo. Sepse po është një vizioni për kthyer me vepër. Pas është realizueshme. Mandate është të fituara, kjo është e përbashkët. Është besimi. Se si do reagojmë ne pastaj? Si do reagojnë klasa politike, si do reagojnë qytetarët? Unë këtë nuk di ta them. Në rast se ky ndryshim vjen dhe të ne, profesor, a kthehemi pas në kohë, duke patur parasysh edhe sistemet e instaluara në kohë, në kohë të gjata? Në shkulltim kthehemi pas. Kthehemi apo vazhdojmë përpara, në rast se ndodh ky ndryshim? Shiko, atëherë, për t'ju përgjigju kësaj pyetje, unë mund t'i them vetëm kaq. Për mua, ajo që duhet të ndodhë këtu tek ne nuk është rotacioni politik, po është ndryshimi. Po, dhe çfarë ndodh? Midis këtyre dyre ka dallim shumë të madh dhe për të realizuar këtë kërkohet shumë energji që neve, me ç'po duket, nuk i pas kemi dot të vëna në punë këto energji. Pse? Sepse kemi një klasë politike e cila në thelbin e saj ka rrjedhur nga ajo partia punës dhe vazhdon të ketë efekte të asaj gjëje, të asaj nga ka rrjedhur, dhe qytetari ose shqiptari nuk ka arritur dot që jeton këtu në Shqipëri, nuk ka arritur dot të prodhojë alternativa të reja. U provua në zgjedhjet e kaluara me këto partit e reja, dhe që për mua ishte dështim ajo që ndodhi, ballë për ballë asaj çka pritej të ndodhte, ose kërkoj, synoj që të ndodhte. Sot kanë kaluar, një vit mbaroi, ikën zgjedhjet një vit. Çfarë po bëjmë neve? Cili është reagimi i qytetarëve? Në fakt, unë e shoh pothuajse të munguar këtë reagim. Po. Dhe është pikërisht ajo e cila nuk ndodh në Hungari, ose nuk ka ndodhur në Hungari. Qytetarët po shkojnë për protesta, reagim është, apo jo? Jo, po shkojnë partitë për protesta. Që thrasin njerëzit, partitë politike thrasin njerëzit. Janë protestat partive, nuk janë protesta qytetare. Nuk janë protesta qytetare. Asi kur të ishin protestat qytetare, kjo do që vërtet gjë e madhe do që shënjë shumë e mirë. Sepse, natyrisht janë partitë politike ato të cilat janë aktorët kryesorë që realizojnë gjithë shka, qoftë sanacionin, qoftë ndryshimin, janë ato që e bëjnë, por në kushtet kur inercia e pushtetit është shumë e mbare, të mban në vend, dhe kur interesat nuk konvergjojnë gjithmonë me interesat e të tjere, pra me interesat e qytetarëve, mundësit për të bërë atë që ka ndodhi në Hungari, janë shumë të vogla. Të gjejmë tash se një dikush që qej partisë, i të njëjtës partit dorë nga kjo parti, për 2 vjet arriti dhe fitoj, ndjeshëm. Ajo përqindja është aq e madhe, është edhe rezultati i sistemit atje, dihet ajo, punë jo vetëm i votave që kanë marrë, po dhe i sistemit. Ne presim që të na ndodhi edhe këtu. Vini dhe thash, presim që të na ndodhi. Jo veprojmë. Ne duhet veprojmë që të ndodhi një gjë e tillë. Kjo është shumë e vështirë për të bërë. Të paktën sot. Përvoja time, kontakte që unë kam me njerëzit, aq sa unë konsumoj për këtë gjë, shoh që ka një ngërç të përgjithshëm në shoqërinë tonë, e cila bën që të mos të shpërthejnë energjit ashtu siç duhet, ose edhe kur kërkohet. Ose është ashtu thot zotëria që jemi aq mirë sa s'ka nevojë të ketë ndryshim. Po jo, është i palë kundër besimi, zoti Kunder, me gjithë respektin. Është i palë kundër besimi, më dëgjoj, duhet të kuptojmë një herë. Duhet të kuptojmë një herë. Po tani po të bësh ironikun, tani minimumi që mund bëjmë. Ti analiz, më kupton. Ti shiko, domethënë ti shikoje që ti je qenë përfaqësues i opozitës. Në një moment që ti si përfaqësues i opozitës, një partie, nuk ka vlerësuar partia jote, dhe një parti kur të ne vlerësohen të gjithë, kanë meritokracinë, të një ne që një kërkesë e çdo antari më të thjeshtë merret, çohet, bëhet rezultat. Kjo është zgjidhje. Por ky është vizioni dhe besimi i çdo qytetarit. Absolutisht po. Unë jam një nga antarët më të thjeshtë kësaj partie që janë bashkangjitur në 2021 dhe unë si objektiv dhe si kërkesë kam pasur
një kërkes ndaj forcës qeverisës së kësaj partie socialiste. Dhe në momentin, më dëgjoj pa, në momentin që kjo kërkesë më vlerësohet, dhe në momentin që nuk më vlerësohet, dhe në momentin që më vlerësohet kërkesa dhe më qohet në produkt kërkesa, që nuk ka lidhje me interesin tim, sepse nga që po bëj edhe një herë se replikë dhe miu. Në momentin që unë kam bërë një kërkesë ndaj partisë time, qeverisëse, që me anë të vullnetit saj politik, kjo kërkesë të bëhet në produkt që nuk ka lidhje me interesin tim, se për interesin tim unë jam rregull nga gjitha drejtimet, por me interesin e një përvajësie, e një pjesë që unë dëshiroj ta mbroj, ta kem përvajësues, është familja ime e fatit, në momentin që mua ma jetë si produktiv, normalisht që unë do jem antar, do jem militant, do loboj për Partisë Socialiste dhe që çdo lloj tipi, pra unë flas si antar i Partisë Socialiste. Është këndvështrimi juaj, është këndvështrimi juaj. Nuk ekzistojnë, janë fantazia jonë e smur. Është këndvështrimi juaj. Ore, ka gabime absolutisht që ka. Gabime të vogla, gjëra të vogla. Nuk po them që neve një parti që qeveriset nga njerëz, apo një qeveri që qeveriset nga njerëz ka gjithmonë gabime. Po ama neve nga gabime Zoti Asimi, atë një sekond. Ore, kur thot doktori që jemi mirë, ka ikëm nerë ka 13 vjet. Tek sistemi. Nuk diskutohet. Për shembull, marrim atë që ndodhi në Hungari. Marrim Viktor Orban, i cili në 16 vite kishte ndërtuar një sistem, le të themi të vetin. Aty në pikat kyçe e kishte emëruar të vetët. Tani normalisht do duhet kohë për tu çrrënjosur ky sistem, ky që e merr pra magjar do ta ketë të vështirë ta rindërtojë nga e parë. Çfarë ndodh kur të duhet ta zhbësh një sistem dhe të ndërtosh një tjetër, ecën përpara apo kthehesh pas në kohë? Dhe kjo e lidhur ngushtësisht me Shqipërinë pastaj. Se ju e përmendët edhe më herët. Gjashmëria e parë, fa kemi sa për anekdot, kemi dhe një gjashmëri tjetër të vogël me hungarezët. Që është? Se kam pas fillu me mësu pak kështu fjalor hungarez bazik. Përshëndetja. Ne në Shqipëri themi sie dhe ato e thënë sie. Kemi edhe mbretëreshën. Mbretëreshën po. Vetëm se ata sia është ka tjetër kuptim përshëndetje, ne kemi sie. Tani për te kësaj. Se është gjë shumë interesante fakt nga gjithë pjesa tjetër e Europës. Çështja ashtu, Viktor Orbani ka pas ndërtu një sistem, siç e thotë, një sistem jo qeverisës, po sundues. 16 vite, nuk jam pak. Dhe në këtë kuptim ai kishte përfshirë në këtë lloj sistemi edhe kontroll mbi gjitha pushtetet, natyrisht, përfshirë edhe mbi gjyqësorin, dhe fakt ka pas edhe kritika dhe probleme me Bashkimin Evropian me këtë, edhe mbi mediat. Dhe ka pas kontroll goxha të zgjeruar mbi mediat. Pas kemi shumë gjashmëri, pse thoni ju s'kemi? Jo, po flasim për tash çështja është në raport me fitoren e opozitës atje. Kontrolle kemi mbi gjyqësorin edhe me. M'fal. Desi, po flasim për Orbanin. E kemi hequr, ka ikur ajo kohë. Iku, po. Orbanin. Tani mbajnë imunitetet, nuk është e kontrollin gjyqësorin. Pra nuk e lënë gjyqësorin të bëjnë punën e vet. Ka ndryshuar skema për një. Ja, imunitetet, s'ka imunitet deputetët e tonë. Vetëm këtu, po. Jo, po, se më duhet Themi pak të Orbanit. Themi pak të Orbanit. Çështja është, do më kishte ndërtuar një sistem sundues i cili përveç se qeverisjen e vendit merrte përsipër ose kishte si objektiv vetë dhe gjenerimin dhe garantimin e qeverisës, domethënë dhe qëndrimin në pushtet për një kohë sa më të gjatë. Se është ndryshe kur ti kthesh qeverisë dhe pastaj pas 4 vjetë i thonë njerëzve votoni. Po qartazi qëllimi i qeverisës atje ka qenë edhe që të garantonte këtë lloj sistemi. Përfshi edhe përmes elementeve siç thash mediatik, ndërhyrjeve gjyqësor, disa ligjeve të tjera specifike, përmes fuqizimit me korrupsionin, nepotizmin, kapjen e shtetit të elementeve rrotull dhe shumë të afërt përfshi dhe familjar të vetët e tjerë. Tash ç'a ndodh? E vetmja gjë që është që nuk është çështje ngjashmërie, po të jep një lloj frymëzimi nga rasti i Hungarisë, me gjithë dallimet e pafundme që ka Hungaria me ne, është që rasti i Hungarisë tregon edhe pikërisht që edhe në rastet kur ke një qeverisje të tillë, domethënë 16 vjeçare, ku duket që Orbani ishte në pikën më të lartë dhe të zgjeruar dhe të thelluar të kontrollit të tij mbi shtetin, mbi gjitha sferat në Hungari. Por jo në shkëlqimin e tij. Jo në shkëlqimin ndoshta jo, po në fakt kur kemi parasysh kritikat që i vinin apo jo edhe në shkëlqim jo, por Orbani deri përpara një jave ka pas një pushtet mbi gjitha këto fusha që nuk e ka pas para 5 vjetësh, 6 vjetësh, 7 vjetësh etj etj. Domethënë çdo vit që ka ndetë në pushtet e ka thelluar këtë gjë. Dhe ajo gjëja që është pozitive këtu është kjo që tregon që edhe pushteti më i fortë i mundshëm, pavarësisht se duket jashtëzakonisht i fortë nga jashtë, vjen një moment kur mund të rrëzohet.
mund të rëzohet. Është i fort deri në ditën që nuk rëzohet. Dhe kur rëzohet, pastaj rëzohet si në Hungari, sepse i ka fitu zgjedhje dhe i ka fitu me shumicat konsiderueshme Orbani më përpara. Me shumicat doja kishte zili çdo demokraci sot në Europë. Ke parasysh se si fitojnë me koalicione, me gjëra, me 100 vështirësi në Francë, Gjermani, Hollandë e tjerë. Ndërkohë që ky ka fitu shumë kollaj me partinë e vet, Orbani, dhe papritur një ditë humbet dhe nuk humbet me 49 me 51. Humbet po thellë. humbet thellë, humbet me 2/3 edhe më tepër në fakt. Dhe me një votë që është spektakolare në Europë. Dhe, Me çfarë një angazhim, ndryshon? gati 80% të hungarezëve kanë votuar, kjo është gjigande. Për ta zhbërë tani të çrënjosur ose riformuluar këtë sistem që kishte lënë Orban, sa e vështirë është. Kjo është pjesa ku duhet parë. E tha dhe Kulluri më përpara, domethënë, që unë tregova në fakt ato se çfarë janë prirjet e hungarezëve, jo atë çfarë do bëj magjari, se atë nuk e dim. Për shembull, ka 2-3 elementë që janë pak kontradiktorë në atë çfarë bën ai. Nga njëra anë kuptohet që ai kritikon, për shembull, ka kritikuar Vučićin që është një lloj kukulle Putin, jo kukull, ka thënë Putini është kumbari i këtij Vučićit dhe Ficos Slovakisë etj etj. Do të ka një kritik caktuar ndaj Rusisë ndaj por nga ana tjetër ç'a bën? Ka çuar një mesazh që në Shqipëri nuk doli fare, nuk ska fol asnjëri. Ka çuar një mesazh e ka bërë një deklaratë në cilën falenderon Moskën edhe Pekinin që i njohën fitoren e tij. Që është komplet. Domethënë, pse duhet ti të falenderosh Moskën dhe Pekinin që ata po të njohin fitoren? Ndërkohë që ti trajton si Ti antar i Bashkimit Evropian, nuk ke nevojë të marrësh njohjen e aty, se njohja është automatike. Pse e ka bërë? Do thotë që ka në një moment të caktuar, eventualisht, ose të paktën të bën të dyshosh, që disa komponentë të bën të dyshosh paktën që edhe ai mund të ketë mësuar diçka nga Orbani më përpara, që ndoshta në një moment caktuar mund ta kapë edhe atë tundimi që të bëj këtë rolin e kryeneçit ndoshta në Europë, siç e ka bërë më parë, ose minimalisht të luajë me këtë gjë. Ky është thjesht dyshim dhe frikë. Se çfarë do të ndodhi ne nuk e dim, sepse kemi parë raste të tjera plot në politikë, në cilën në fakt ka ardhur dikush nga opozita, jo në Hungari, por në vende të tjera, ka ardhur dikush edhe në fakt ka bërë pak a shumë të njëjtën gjë më parë. Është thjesht dyshim. Okej, Por thjesht duhet i marrim me shumë kujdes, domethënë këtë pritshmëritë e larta që erdhi u bë një revolucion e tash do ndodhi gjithçka komplet në rregull. Edhe diçka të fundit përpara se t'ju kaloj edhe një herë fjalën se erdhëm në fund. Për ju, kush është magjari në Partinë Demokratike ose tek opozita që ju po përpiqeni të bashkoni dhe tek socialistët? Kush janë hungarezët në popullin shqiptar? Në ishte pyetja. Jo, ishte shumë specifike Jo, e pyetja. di, por unë nuk shoh magjar, As brenda opozitës. të marrësh dhe të transplantosh në një figurë caktuar brenda një konteksti, në një kontekst komplet tjetër është shumë e vështirë. Për shembull, në raport me Partinë Socialiste unë jam absolutisht dakord me atë që tha Kulluri më parë. Braçe Spiropali. Po, Braçe Spiropali Po pse jeni dakord me Salianin tek opozita për shembull? Nuk e di. Bashkon opozitën. Mund të, urdhë? Jo, pse jeni dakord me Salianin te opozita për shembull? Pyetje. Po ai doli nga brenda pas se po bënim krahasim. Po pra. Po Saliani s'ka dalë nga PS-ja. Pra, me që po bëj analogji emisione. Pra, cili është magjari brenda opozitës dhe cili është magjari brenda Partisë Socialiste. Tani, magjari i vërtet doli nga partia e Orban. 2 vite më parë ishte atje, krijoi një parti tjetër dhe fitoi zgjedhjen dhe mundi nuk e bën dot. Po magjar bësh të bën dot. Nuk krijoi parti. Po mori një parti tjetër që ekzistuese ajo parti. Pra, dakord, po iku nga partia ku... Por ama diti, ai diti në radhë të parë të bëj atë që neve s'po mundemi do ta bëjmë. Opozita e gjitha bashkë. Po. Ka këtë detyrë nuk e përmbushët atë Kjo ishte gjë e madhe. Gjë e madhe. Një hap të rëndësishëm do ta shikoni këtë ditë. Shumë bukur kjo. Na thoni këtu. Na thoni javën e rëndësishme. Jo se po përpiqem, po. Ky është një ndër mësimet e asaj çka ka ndodhur në Hungari që patjetër duhet ta zbatojmë ne këtu. Një dhe e dyta, ai diti të ngrinte frymën tek qytetarët, tek populli për t'i bërë të veten e tij gjë që nuk e di unë se sa mund të realizohet, por e shoh si më të vështirë bile ajo recetë që unë do rekomandoja të bëj. Jo të nisemi nga partia dhe pastaj tek qytetaria, po të nisemi nga qytetarët dhe
atyre t'ju bashkojnë pasaj partitë, sepse në fund të janë partitë ato që do në garë. Nuk janë qëllim, të përshë. Tani, hapi pozitiv lidhet me partitë vogla, të reja, le të themi, që kanë patur rezultat kënaqshëm në zgjedhje? Ne po përpiqemi, Forumi i Dialogut Politik, po përpiqet që të krijojë një frym bashkëpunimi të opozitës. Për këtë po punojmë dhe me këtë po merremi çdo ditë. Edhe sot me këtë që kam qenë duke u marrë edhe unë, nga pas 2 takime, vazhdojmë merremi me këtë gjë. Por, pra që kosa nuk kemi një gjë konkrete, do të them. Diskutuam për ato çfarë janë nevojat, pikpamjet e partive të ndryshme të opozitës shqiptare. Për kodin diskutuat? Diskutuam për ato çfarë janë nevojat kryesore. E takuar me Lapajn atëherë? Jo vetëm për kodin, jo, nuk kam takuar me Lapajn. Jeni drejt përfundimit? Presi ta takoj këto ditë. Okej, jeni drejt. Ndoshta që nesër. Këto rezultatet që keni përfituar në këto 2 takime kanë qenë të kënaqshme? Për ju, deri tani? Unë jam shumë optimist. Okej. Dhe jo vetëm për kaq, sepse çështja, prandaj po them që diskutimet nuk bëhen asnjëherë thjesht për një çështje. Me kushti kryesor që pengon bashkimin. Kjo është super lart. Çështja nuk është për një element. Se ju nuk e besoni që mund të ketë rezultate të kënaqshme në funksion të bashkimit të opozitës? Sali Berishën, kryet të opozitës, për mua s'ka bashkim. E kam thënë që për një vit. Nuk mendon kështu zoti Asimja? Përderisa ne po punojmë për këtë gjë, besojmë që zoti Kume tha, këtu mungon fryma. Ajo që Magjari në Ungari e solli, me sa duket. Për mua, e sukseshme lëvizja nga qytetari tek partit dhe jo nga partit tek qytetari. Pra, le tjetë qytetari që të nxjerrë dhe këtë Magjarin, dhe që bashkojnë partit. Edhe politikanë qytetari janë të shi profesor. Pa tjetër, dhe paset bëjmë bashkë, këtë po them. Nuk i përjashtoj. Por, në këtë mënyrë shoh mundësin për të realizuar atë që ju sunjoni të bëni, duke marë partit më vete. Të që, inshallah, e arini, shumë të vështirë e keni për të realizuar. Ideja nuk është thjesht e krijimit të një bashkëpunimi të opozitës. Ideja është që ky bashkëpunim i opozitës të japi një mesazh të parë, dhe opozita të fuqizohet, ai bashkëpunim do duhet prodhoj shumë më tepër se sa thjesht një aglomerat mekanik. Kjo s'ka kuptim. Atë mund ta bëni në prag të zgjedhjeve, bëni një koalicion dhe shpërndahet nesër. Qëllimi është çdo lloj bashkëpunimi, se kjo është shumë e rëndësishme, se në Shqipëri janë bërë bashkëpunime edhe midis PDS-PS, Berisha ka takuar Nanon e tjerë gjitha këto. Çështja është që çdo një bashkëpunim është i shëndetshëm dhe është frymëzues për elektoratin atëherë kur bëhet në bazën e disa pikave që janë interes natyrisht. Po dhe për këtë do kemi një emision të posaçëm, se tani jemi drejt përfundimit, e fundit, po. Ajo që kam thënë prej vitesh është që bashkimi mekanik nuk çon askund. Tu duhet një riformulim total i mënyrës si funksionon opozita, principeve, parimeve dhe personazheve të cilët patjetër që kanë rolin e tyre. Shiko, mbas lindjes së Krishtit, historia përfundimisht është përcaktohet nga njerëzit, nga individët. Kështu që nëse themi që nuk ka problem nëse është apo s'është njëri apo tjetri, e pastaj rrajmë hujnë havan kot, sepse këtu kam përshtypjen që sistemet e gabuara apo të mira përgjithsisht i kryen njerëzit. E fundit. E gjithë kjo përpjekje që bëhet për të fuqizuar opozitën është për të rrëzuar këtë qeveri, ë? Në momentin që është fryma, siç e tha zoti Kume, në momentin që ti ke një frymë, që këtë frymë e ke me një vizion të qartë, dhe nga frymë vizioni, ke një lëvizshmëri, pra ke një progres të jashtëzakonshëm për të arritur dhe për të pasur të qëndrueshme, mendoj që është shumë e qartë se këtë zgjedhin qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Faleminderit shumë që ishit me mua në pjesën e tretë të emisionit Studio 24. Një mbrëmje e ngjeshur sot, e cila ka nisur me një zjarr të përmasave të mëdha që për fat të mirë u lokalizua në kohë. Në pjesën e parë të programit folëm për këtë. Sigurisht pallati është tërësisht i pabanueshëm tani, i shkrumbuar, por siç e thashën kryetarës, në mesin e këtij lajmi të keq ishte lajmi i mirë që nuk kemi të bëjmë me jetë të humbura. Në pjesën e dytë të emisionit folëm për call centerat dhe arrestimet, dhe në pjesën e tretë folëm për atë që ndodhi në Hungari dhe për ngjashmërinë që ka Shqipëria me zhvillimet atje ose që mund të ketë nesër. Faleminderit që na ndoqët, natën e mirë.